do të thosha nëse më erdhi një qift edhe ishin me një krizë të madh, mos u dorëzoni, luftoni për martesën tuaj. Mos luftoni kundër njëri tjetrit, se kjo është gjëja më e lehtë për të bërë, por luftoni për martesën edhe bëni çmos të gjeni një zgjidhje. Kërkoni ndihmë nëse keni nevojë. Flisni me të tjerët. Edhe mos nxitoni të merrni vendime, sidomos kur jeni të stresuar, kur jeni të mërzitur. Jepi kohë që të mendoni, të lutuni, të flisni me të tjerë, të punoni me çështjen, se me kohë Zoti është me ju edhe ai ka një zgjidhje të mirë për juve. Kështu ka shpresë gjithmonë edhe mbaj fort tek shpresa.